Të nderuar vëllezër besimtarë, jemi në xumën e fundit të muajit të bekuar të Ramazanit. Realisht jemi në ditën e parafundit të këtij muaji të bekuar. Është shumë e freskët dita xumaja sot 4 javë kur ne me gëzim dhe me mall po e presim të muajit të madh të Ramazanit dhe po uronim njëri tjetrin për ardhmën e Ramazanit, duke lutur Allahun subhanahu wa taala që të na lehtësoj agjërimin dhe veprat e mira. Dhe subhanallah, sahabët e mbyllë sytë, sot jemi në fund të muajit të bekuar të Ramazanit. Tani me besimtarët janë bëgati me përcjellë dhe me hallashtis me këtë muaj të madh, me këtë muaj të mëshirës dhe të mirësive të panumërta dhe të shumta. Andaj të dashur vëllezër besimtarë, me këtë rast do të ndalem disa pika në këtë mesazh të fundit të xumas për këtë muaj të bekuar. E para të nderuar vëllezër besimtarë, çështja e parë është të marrim mësim i bret, kujtim, dhe të jetë një për kujtim për neve se koha po kalon shumë shpejt të nderuar vëllezër besimtarë. Koha po kalon shumë shpejt dhe se secili fillim e ka dhe mbarimin e tij dhe çysh mbaroi Ramazani, çashtu mbaron edhe jeta me vështirësitë e saj, me të mirat e saj, me lezetet e saj, me momentet e gëzimit, por edhe momentet e vështirësive dhe të hidhërimit, kalon dhe përëndon dhe harrohen të gjitha. Mirë po ngelet diçka të nderuar vëllezër besimtarë. Ngelet ajo që ka thënë profeti alayhi salatu wasalam kur kemi bëj iftar, me çdo iftar profeti sa na ka mësuar me bën një dua, një lutje, o Zot. Kaloj etja, u lagën venat, ngeli shpërblimi, po të nderuar vëllezër besimtarë. Lodhe kalon, vështirësitë kalojnë, ato harrohen, por ngelet shpërblimi me lenë Allahun subhanahu wa taala. Elus Allahun azza wa jall që shpërblimi jon të jetë i plot ya rabbul alamin. Thot Allahu subhanahu wa taala: "Wa man ya'mal mithqala dharratin khayran yarah." Faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarah. Ai që punon mirë, sa grinca ka me po, pra tirat shkojnë, jeta kalon, vështërsitë kalojnë, mundimet kalojnë, po edhe momentet e mira kalojnë dhe harrohen, por ngelen veprat e dashur vëllezër besimtarë. E Allahu po thot se ai që punon mirë, sa grinca qoftë, jo që agjeron Ramazanin, sepse ibadet është shumë i madh, agjerimi është shumë i madh, namazi është shumë i madh, sadaka është shumë e madhe, leximi i Kuranit është shumë i madh, me dhënë dikon e iftar është shumë i madhe. Dhe këto do t'i shohim. Allah po na garanton që jo vetëm këto vepra të mëdha dhe këto ibadete të mëdha, por edhe ato veprat më të vogla që i keni punu, edhe atë subhanallahu që i keni thonë, edhe atë 50 cent ndoshta që i ke dhënë, edhe atë gotë ujë që ja ke qitë dikujt për iftar. Kemë po, kur kemë po ditën e gjykimit. A ditë kur kemi nevojë dashur vëllezër me gjetë shpërblime, kemi nevojë me gjetë, sa kemi pas qeft kishim punu edhe ma tepër. Por dhe kundërta, dhe ai që punon keq so grinca, edhe ai ka me pa, edhe ai ka me gjetë, kena me gjetë edhe të mirën. Wa ma tuqaddimu min khairin tajiduhu inda Allah. Dhe çdo vepër të mirë që e bëni keni me gjetë atje. Ju jeni duke dëpunu. Innama hadhihi a'malukum uhsiha lakum. Allah bën në hadith kudsi, o robët e mi, këto janë veprat tuaja, këto janë për juve, ju keni nevojë për këto vepra, ju keni nevojë për agjerimin, ju keni nevojë për xhami, ju keni nevojë për sadak, ju keni nevojë për namaz, uhsiha lakum. Innama hadhihi a'malukum. Këto janë veprat tuaja. Këto janë për juve. Allahu më thotë unë u regjistroj
ju kum kërku për juve me i kry, dhe pastaj regjistroj kush me i kryn e kush me i kryn. Femen wajada khairan, andaj ai që gjon mirë ditën e gjykimit, falyahmadillah, le të farandan Allahun, wa man wajada ghayra dhalik, fala yalumanna illa nafsah, e kush nuk gjen mirë, ai le të mos akuzoj askën për vetes tij. Ditën e gjykimit do ka me akuzu kërkon, edhe pse insani ka mundu me gjetë arsyetim dhe me akuzu dhe her njërin her tjetrin. Kjo më kalon, që kjo më ka shti me bokeq, kjo më bëj ke hajde, e kështu me radhë. Mos arsyetoni. Andaj tash vëllezër, jeta po kalon, Ramazani shkoi dhe çdo gjë që ka në këtë gjithësi, kullu man alejha fan, wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Gjithë shka ka në këtë gjithësi do të tretet të Allah Azza wa Jall, wa yabqa, dhe vetëm fytyra, pra vetëm Allahu i madh dhe i ndershëm mbetet. Edhe Ramazani të jetë i funi, e lusim Allah Azza wa Jall që të jetë i kënaqur me neve ja Rabbel Alamin, dhe të raportoj dhe të çaj lajme të mira për neve ja Rabbel Alamin. E ditën e gjykimit kur do të dalim, na afrohet me dëshirë, me thonë o Zot që ti ndihmoj, e të mos jetë për atyre që do të ikë prej ti, sepse se ka kryer punën që dohet. Dy të nderuar vëllezër besimtar, falenderojmë Allahun subhanahu wa taala. Falenderojmë Allahun që na mësoi fillimisht me emri Ramazanin. E sa njeriu ka vdekë ditën e kaluar, e sa njeriu ka vdekë javën e fundit para se marrë Ramazani, e sa të tjerë ka vdekë natën e Ramazanit. Edhe në rrethin tonë. Falenderoj fillimisht që Allahu na mundsoi me emri, e pastaj na dha bindje, iman, devotshmëri, që një përgjigj Allahu subhanahu wa taala. Dhe nuk kemi hyrë në atë hadithin e vështirë, të cilin profetit alayhi salatu wasalam ja solli Xhibrili duke u ngrit në hutbe, në minber, duke u ngrit shkallëve, po thot profeti amin, në shkallën e dytë amin, në shkallën e tretë amin, dhe i than ja Rasulullah, këtë hadith e transmeton Abu Huraira, pse tha kështu, pse bën amin, 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 diçka që nuk e bë zakonisht ja Rasulullah, tha me erdhi Xhibrili dhe më tha, i larguar prej mëshirës Allahut, qoftë ai person cilin e nxen Ramazani dhe nuk i falen gjunahet. I larguar, i humbur, turp për atë njeri që Allahu i ka dhënë jetë, i ka dhënë mendje dhe i ka dhënë shëndet. E ka ardhur Ramazanin nder, e nuk e ka nderu, e nuk e ka respektu, e nuk e ka agjeru. Xhibrili po thot tur për atë person, larg qof prej Allahu subhanahu wa taala, dhe më tha thuaj amin, edhe bon edhe profeti amin. Falenderojmë Allahun që Allahu s'na ka bërë prej tyre, po na ka bërë prej atyre që jemi u mundu në takoton një përgjigj thirrës Allahu subhanahu wa taala, dhe me i bëhë hizmet sa kemi pasur mundësi. Dhe kjo është mirësi prej Allahut subhanahu wa taala. Në agjeru në këtë Ramazan ka qenë dhurat. Agjerimi këtë Ramazani ka qenë dhurat. S'po flas për shpërblimin, sepse çdo herë ka shpërblimin e madh, por ka qenë dhurat prej Allahut. Një Ramazan ka që lehtë. Po alhamdulillah, kështu është jetë të dashur vëllezër. Allahu i spravon në rrugët e tij. Jo pse ka nevojë, po pse don me i pa cilët janë sinqert, cilët e kanë për një me, cilët po dorëzohen para ditë, e cilët treten, e cilët nuk dorëzohen. Një nën mbi 80 vite po thirr dhe po bën një pyetje, thot hoxhë nderuar, jam me shumë sëmundje, dhe sëmundje të rënda, dhe si pasojë thot përpramisht është fjala,
thot s'pata mundësi me shku në xhami me fal namazin e taravive me xhamat, tha ma fal Allah. Grua mbi 80 vjet me smundje, as nuk e ka farz me donë xhami, as për namazet e tore, sepse është grua, për vullneti, dëshira, imani, vullneti madh që me fitu sa ma shumë dhe me ndëru këtë mësafir sa ma tepër, sepse agjerimi pa namaz, e agjerimi pa taravim në xhami, nuk ka hishi. Ama falë Allahu, e ti dhe asaj besimtare që Allah Azza wa Jall i ka qu, ja ka qu këtë iman, ja ka qu këtë bindje dhe jo rasisht, në gjitha ato hadithe që është përmend shpërblimi i madh i agjerimit ose i namazit në Ramazan, është kush agjeron me iman dhe me bindje. Sa agjerohet pa iman, nuk shkohet haq pa iman, su në falë sabajnë ai që s'ka iman, dhe ai që s'është i bindur se Allahu ka kërku dhe ka garantu shpërblim të madh, ai që nuk e di dhe se beson që fjala as-salatu khairun minan nawm, që thuhet në ezanin e sabahut, ati që si atherë kjo fjalë zemrën, ai s'u quhet me falë sabahun, ati nuk i duket kur gjo kjo thirrje. E nëse Allahu të ka bërë tillë që ja ke bërë hizmetin dhe e mundu me shfrytzu duke agjeru, e duke u falë, e duke lexu Kur'an, e duke dhanë, e duke bërë dhikr, e duke shtru iftara, e duke vizitu, e duke ftu mësafir në shtëpi, e duke çliru besimtar në forma të ndryshme. Falënderoj Allahun se Allahu të ka përzgjedhur. Falënderoj Allahun se Allahu të ka përzgjedhur. Kurse ata që Allahu e la larg agjerimit, e la larg xhamiave, e la larg sadakës, e la larg Kur'anit, ai nuk ka shpëtu. Po atë Allahu me drejtsinë e tij e ka largu, sepse nuk e ka meritu me kryte i ibadet të madh. Allah në pranë të Rabbul Alamin. Tre të nderuar vëllezër, veprat janë sipas përfundimit. Apo sheni se sa e mirë është kjo fe, apo sheni se çfarë Allahu jemi duke adhuru, apo sheni përkon kemi agjëru. Ka kërku mu falë gjatë të Ramazanit dhe ka thonë kush falë gjatë Ramazanit i falën gjunahet e kaluara. Pastaj duke ditë se jo të gjithë besimtarët kanë mujtë mu falë dhe ndoshta disa dhe kanë qenë pak më debel, e ka përsërit kështë shpërblim të madh. Ka thonë wa man qama lejletal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. E kush falet natën e kadrit, e ka i falën gjunahet e kaluara. Ka liru sot profeti alayhi salatu wassalam në çdo natë të Ramazanit Allahu liron në rëbb nga zjarri i xhehenamit, por në natën e fundit liron aq sa ka liru gjatë Ramazanit. Madje thot profeti alayhi salatu wassalam innamal a'malu bil khawatim, veprat janë sipas përfundimit. Andaj ndoshta fillimi s'ka qenë i mirë, ndoshta kjo kohë shumë e madhe vlefshme që ka kalu s'ka qenë e mirë, ose shumë e mirë, përfundoi e mirë, përmbyll e mirë. Kthejo Allahu Azza wa Jall fillimisht në zemër, braktisi ato me kape që ende nuk i ke braktis në këtë muaj të madh, para se më ngrit Ramazani. Bën istighfar, pendohu, përmirëso zemrën, trokitja të dyrë dhe ata familjar ndërsa që nuk jetu folë që një kohë të gjatë para se më shku Ramazani. Innamal a'malu bil khawatim, ndoshta dëshira Allahu t'i falë të kaluarat, sepse profeti po thotë përfundimi ose veprat shkruhen sipas përfundimit.
Nëse s'ke mujt deri sot me ndihmu, sot dhe nesër shkon ndihmo. Sepse e ke ndihmu veten, atyre apet kam ju shku risku. Mas prej me edhe teje, qënë Allahu dikon që ja qënë riskun? Wallahi e qënë, sepse riskun se cili e ka të garantuar hala pa lindë. Kjo është hadith, kjo është fjallë hujnore, kjo është vendim, nuk ka mundësi me këthi mrapa. Por po enta është, a do t'jem unë edhe ti shkaktar dhe sebebtar në mjaqur riskun deri të shtëpia, për ndryshe riskun se cili femi, qoftaj pasanik, ose jetim e ka të garantuar dhe riskun ka me hangër me lejnë Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj përfundimet janë si pas, nëse veprat janë edhe shkruhen, edhe shpërblehen si pas përfundimit. Andaj përfundoni mirë, e qysh me i përfundu. Përfundoni me agjerim, përfundoni me namaz, përfundoni me sadak, përfundoni me tobe dhe istikfar, dhe përfundoni me halalëk, duke i kërku halal njëri tjetërit, sepse Allahu Azza wa Jall ka mundësi me i falë të gjitha mëkatet përveç hakun që ja ki njeriut. Hakun që i ke hi dikujna, ki me marë dhe ki me lyp, nëse se ke krynë të dynja, ki me dhamë përgjësi ditën e gjykimit, e masale për atë ditë të vështirë. E masale për atë ditë të vështirë, se ndodë atash të ban halal me një fjallë goje. Vetëm nëse i shkon të shtëpia dhe i thua vlla ma ban halal, o kusheria ma ban halal, o mika ma ban halal, ndashta ta ban. Dhe besoj që ta ban, veç aty tash në Ramazan, sepse është muaj i rahmetit, por ditën e gjykimit ka me qenë vështirë, sepse tani këshirë me fitu sa ma tepër, nga se e shë rrezikun e madhë, dhe ka dëshirë sa ma shumë me fitu, edhe ti mundesh me qenë pastaj kurban. E fundit të ndëruar vëllezër besimtar, përfundon e këtë Ramazan me istighfar, me kërkim faljeje, dhe kërkimi faljes bëhet edhe për lëshimet, por bëhet edhe për ibadete, wala hawla wala quwwata illa billah. Çudi subhanallah, pas namazit ka thonë Allahu me ra istighfar, pas hajit ka thonë me ra istighfar, pas agjerimit ka thonë me ra sadak, me pas tu agjerimin, pas çdo herë istighfar, edhe kur bësh keq istighfar pse bane, edhe kur punojsh mirë istighfar, me thënë Zotit o Zot, unë falë se s'mut janë e dhënë hakun namazit që duhet, po çfarë haku ja kemi dhënë namazit, nëse i kemi falë taravit për 30 minuta, ose nëse i kemi falë taravit për 25 minuta, çfarë namazi është ky? Qysh i delet Allahu Azza wa Jall për para me atë namaz, andaj kërkoni ose dikush si ka falë fare, ose dikush i ka falë mirë, po me si ka pas në namaz, me ti ka pas dikun, e këto e kemi vrejt, sa po ke dhanë selam, hoxhe fendi. Në zgjatën e minutësante, kërkoni istighfar, thuni Allahut më na i fal ya Rabbel Alamin, thot njëri prej khalifeve më të mirë që ka qenë pas sahabeve, Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, e ka pas shprehit të ndëruar vëllezër besimtar, në fund të Ramazanit u ka dërgu letra udhëhecave të tij në vendet që ka qenë udhëheca me komsa, sikurse me thonë kryetarëve të komunave ose këshillat bashkisë islame, dhe ka thonë kërkoni prej popullit me ra istighfar dhe me përmbyll me Ramazanin me istighfar, me kërkim falje, sepse mundësia ka qenë e madhe, puna është shumë e vogël. Allahu është i madh, ne s'kemi bë kur gjë. Allahu ka kërku dhe ka shpresu që ne kemi punu shumë, po ndoshta se kemi bë hizmetin, ka thonë bëni istighfar dhe thunë qysh ka thonë baba i njerëzimit Ademi alayhi salatu wassalam, i cili pas atij mëkatit që e bëri, e ka regjistru Kurani fjalën e tij, i cili thoshte: O Zot, ne i kemi bë zullum vetvetes, e nëse ti nuk na fal, ne do të jemi prej të humburve, la ilaha illallah. Nëse Ademi alayhi salatu wassalam, i cili hëndër një pemë në xhenet, e që Allah mi tha, mos e haru bem, sepse është një fallë testi për ty, e ai gaboi e hangër, u pëndua shumë, pastaj gjithsesi përsërit shumë herë këtë shprehje, këtë lutje, thotë o Zot, ne i bëm zullum vetvetes me këtë lëshim, nëse ti nuk na fal, atër ne do t'jem prej të shkatëruar të humër ditën e gjykimit. Allahu na fal ya Rabbel Alamin. Allahu na fal shimet tona ya Rabbel Alamin. Allahu na pranoft agjerimin ton ya Rabbel Alamin. Allahu pranoft namazin ton ya Rabbel Alamin.
العالمين. الله يبرنا وتحافظ يا رب العالمين. الله يبرنا وصداقا يا رب العالمين. الله يبرنا وبرة ميرا برجسي لوتية إفطارات زيارتك جيت يا رب العالمين. الله شرفت السمور تاني شرفت في كل تام يا رب العالمين. اندهمود شرف نظرة تام فلسطين يا رب العالمين. الله ولا سوف تجاهدهم. الله يبشرود بفرد الشمور التفديك والتتيرة الشرود اندهمود تبلغوس التتيرة واندهمود برجسية بومون تهوتر. الله هو تقديم رقم بزفت كتب بلا تيكا قديت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.